Dafina Zeqiri po e përmbyll vitin 2025 në mënyrë më të fortë të mundshme. Pas pauzës që mori me lindjen e djalit, këngëtarja u rikthye me 6 nëntor me projektin e parë ku shkove natën, më pas me 1 dhjetor Dashninë e vjetër, kënga Meri e publikuar me datën 11 dhjetor dhe sot u publikua dhe projekti i fundit i saj muzikor për këtë vit, 4 pyetje, një bashkëpunim me reperin e njohur Marin, që shënon edhe kapitullin final të publikimeve të saj përpara mbylljes së vitit. Por java e Dafina Zeqerit nuk ndalon vetëm te muzika e re. Artistja është gati të realizojë një moment historik në karrierën e saj, koncertin e parë recital do të titulluar Supernova. Koncerti do të mbahet nesër dhe pasnesër në Prishtinë në Pallatin Rinia, duke sjellë për publiku një eksperiencë tërësisht live, të shoqëruar nga orkestër, një format që radhë herë shihet në skenën vendore. Supernova vjen si një kurorëzim i një viti intensiv për Dafina Zeqerin, e cila ka qenë vazhdimisht aktive në muzikë dhe në skenë, duke konsoliduar pozitën e saj si një nga artistet më të suksesshme të momentit. Recitali pritet të përmbledhë energjinë, pjekurinë artistike dhe rrugtimin e saj muzikor, duke mbyllur vitin me një ngjarje të madhe skenike. Dafina Zeqeri nuk është thjesht një emër në skenë, është një ndjenjë, një ikonë që mban titullin King jo për zhurmë, por për shpirtin e artë në muzikë. Ajo flet me balada që prekin plak të heshtura dhe shërojnë zemra, me krijime që të japin forcë kur bota duket e rëndë dhe me këngë plot energji që të ringjallin.